أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله عز وجل falenderojmë falen dhe ndihmën vetëm prej Tij e kërkojmë. Paqja dhe bekimi Allahu qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të pastër të ndershme, shokët e tij të drejtë dhe besnik, dhe të gjithë ata që rrugën e tij e pasojnë deri në ditën e gjykimit. Allahu t'i jemi falendërues që na ka udhëzuar në Islam. Ati jemi falendërues që na ka mundsuar të njohim sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe na ka lehtësuar ndjekjen e kësaj rruge. Ati lutemi që na mundsoj ta shohim të vërtetën si të vërtetë dhe ta ndjekim atë deri në ditën e gjykimit, si dhe ta shohim devijimin si devijim dhe t'i largohemi atij deri në momentet e fundit të kësaj jete. Të dashur vëllezër, jemi duke folë për jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e cila është një enciklopedi e shumëllojshme, pra enciklopedi gjithëpërfshirëse për çdo gjë që i duhet njeriut. Prandaj edhe muslimani si musliman duhet t'i drejtohet jetës së tij, biografisë së tij, për me gjetë mënyrën më të mirë të jetesës, për me gjetë mënyrën se si duhet ta ndërtoj personalitetin e tij dhe si duhet ta ndërtoj veten e tij si besimtar, në mënyrë që kur del para Allahut Azza wa Jall të jetë me zemër të shëndosh dhe me zemër të pastër, sepse nuk ka rrugë tjetër që të çon tek ky stacion përveç se sirja apo biografia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe duke folë për këtë biografi të ndeshme dhe fisnike, kemi arrit në vitin e 9 të hijretit, të cilën ndryshe dietarët e kanë quajtur edhe viti i delegacioneve, për shkak të delegacioneve të shumta që kanë ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë vit për me shpreh përkrahjen e tyre dhe konvertimin e tyre në Islam, pasi që veç u dëshmua tek arabët se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe ndjekësit e tij dolën fitimtar dhe këta janë triumfuesit, dhe kështu që njerëzve ju shtu bindja se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është pejgamber i dërguar prej Allahut fuqiplot. Dhe në këtë vit, një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke ju ligjëru shokëve të vet në khutbë, ju tha: "Yadkhulu alaykum min hadha al-bab min khayri dhi Yaman, ala wajhihi mashhatu malak." Tha, për pak qaste nëpërmjet kësaj dere do të hyjë një person që është më i miri ndër jemenasit, ndër banorët e Jemenit. Dhe thot në fytyrën e tij ka shenja të melekut. Dhe ashtu ndodhi. Sahabët do thot kur i dëgjuan këto fjalë, më njëherë fillun do thot në kokën e tyre me u sjell mendime, a thu vallë kush do të hyjë. Se kjo nuk ishte diçka e thjeshtë. Tash ata që ishin brenda në xhami, dikush mundet me thënë se po çka ju interesoi këtë tash aty në kush po hyn, përderisa ata aty në veç u hupi shansa që me qenë ky njeri i privilegjum. Se tash këta veçën brenda në xhami. A me gjithë ata e sillshin në përkok se kush do të jetë ky person. Edhe gjithë e kishin një shpresë që shpresojshim te Allahu Azza wa Jall që mos ndoshta do të jetë ndonjë familjar i veti. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përshkroi me sifate
të mira, ta khajru dhi Yemen, më i miri banori Yemenit. Dhe kur menon njëri pak më thellë tek shpresa, dëshira e sahabëve që ishin aty, që ky person të jetë familjarit tënve, kupton se çka meditonin sahabët. Nuk ishte një dëshirë thjesht, ama kjo prekte shumë larg. Se nëse Allahu Azza wa Jall do të thotë të ka bë të afërt me një njeri të privilegjuar, me një njeri që është nga grupa e dashurve të Allahut, me një njeri që pejgamberi Allahut po e lavdron, edhe po e cilëson me sifate të mira, atëherë kushdo që është afër ti do të përfitoj. Edhe kjo do thotë ky koncept, ky botë kuptim ka qenë, domethënë, në mas të madhe ka jetu tek sahabët. Do thotë njëri me kë shoqërohet. Ai nuk është diçka e thjeshtë, njëri me kë hyn saf kur të fal namaz, me kë hyn saf kur ulet diku me qoftë thjesht edhe me hangër ushqim, pa fërkujt po ulet. Sepse ndoshta në ditën e kiametit çaj person që e ki pas afër del dëshmon për ty kur ti ki nevojë. E pastaj mos flasim domethënë kur ti shoqërohesh me ta, ti do thot e kalon kohën me ta. Edhe nëse Allah Azza wa Jall ja mundson që ati ja ka mundsu, do thot e ka privilegju me mri grada të shahidllëkut, me mri grada të siddiqat. E njerëzve të tillë Allah Azza wa Jall ja u çel pastaj dyrtë ndërmjetësimit. Por shahidët, për shembull, ka tregu që kanë drejtën me ndërmjetësu për 70 antar njerëz, domethënë, qoftë familjar tënve ose njerëz që ata dojnë. 70. E siddiqët që janë në shkalla më të larta se shahidët. Padyshim që do thotë ky privilegj do të jetë edhe më i madh për ta. Tash, para mendo do thotë që jesh në rrethin e ngushtë të një personi të tillë. Ti jesh domethënë në listën që ai të menon sa herë tosh, do thotë kur vjen puna me bën ai dua, ai lutje diku, edhe në dynjë i shkon mendja për ty. Tash para mendo do thotë në ditën e kiametit kur ndoshta veprat nuk të kanë çude aty që me shpëtu prej zjarrit, edhe Allah Azza wa Jalla ja jep atij drejtën ndërmjetëso, në mesin e listës aty e gjen veten tënde. Kjo ka qenë domethënë ajo farë shpresa tek sahabët që hajt inshallah mos është dikush një familjari imi. E këtë e gjejmë në vende të ndryshme, në raste kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lavdru dikon që ka me ardhur, ose që ka me hyrë, ose ka me ardhur me një vend, këtë kanë shpresuar që hajt inshallah mos është dikush i jemi. Ama ai far piksynimi i tyre në ahiret te Allah Azza wa Jall, që me shpëtu dhe me arrit grada të larta. Dhe duke i pas këtë lëmsh mendimesh, sahabët që ishin në xhami, paprit mas hyn një person. E gjithë e kthejnë kokën, janë ngulitin syt që kush është ky. Edhe vjen ai, ulet mesin, do thot diku në xhami, dhe shet që këtë pekqyrin i drejtohet ati shokut vet, i thot: "Ja Abdullah, dhakarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam", ka qenë i mençur. Thot: "O Abdullah, o robi Allahut, a mos pahiri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më përmendja çka që këtë po këqyrin, këtë syt ka une." Do të këti shkoj menja që vetë se e pas ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ai shoku i vet ja kthen, thot: "Naam,
dhakaraka anifan bi ahsani dhikr, thot po para pak qasësh të përmendi me sifatet më të mira. Atëherë thot fa hamidullah azza wa jall ala ma ablani, thot të falenderova Allahun azza wa jall për këtë begati që më nderoj. E ky kush ish? Gjerir ibn Abdillah al-Bajali, një prej sahabëve të ndershëm, i cili ish nga fisi Bujejle të kabiles Ahmes, Bejile të kabiles Ahmes. Edhe kishin ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me 150 persona, në krye të cilëve ish do thot vet Gjerir ibn Abdillah al-Bajali radiyallahu ta'ala anhu, dhe kishin ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si delegacion për me shpreh do thot në nshtrimin e tyre dhe islamin e tyre karshi Allahut azza wa jall. Thot pasi e përfundoi tash rrefen vet Gjerir ibn Abdullah, thot pasi e përfundoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ligjërimin e tij, ja ofrova, i dhash selam, edhe ai thot e hoqi gjybën, e shtriu në tokë, edhe më tha ala hadha ya Gjerir faq'ud, tha o Gjerir, në qëto tha ulu. Pastaj i pa që sahabët për këqyrin, a ju drejtu sahabët, tha idha atakum kerimu qaumin fa akrimuh, tha ku t'ju vjen një person fisnik i një populli, nderojeni ashtu që ka venin. Kjo ish ajo farë morali dhe edukata e lartë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që sikurse që tregon Aisha radhiyallahu ta'ala anha, thot na ka urdhëruar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam njerëzit me i vendos në pozitat e tyre, secilit çysh i takon. Ka ardhur një person me nam që do thot nuk kemi fakte që ai e ka armiqsu islamin, nuk kemi fakte që i persekuton muslimant, që e lufton fen, nuk kemi fakte të tilla. Ama ka ardhur. Është njeri me nam, është kryetar, është një pozitë caktuar. Personi i tillë duhet të nderohet, të respektohet. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këtë njeri të mirë e heki gjybën e vet edhe e shtroi në tokë. Edhe aty Gjeriri radhiyallahu ta'ala anhu pra e deklaroi islamin para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja dha besën dhe dëshmoi shahadetin, ja dha besën se do të thotë në ato kushtet e islamit, do të thotë për shahadet, për namaz, për zakat, edhe për ndëgjim dhe nënshtrim, si dhe për sinqeritet dhe çeltërsi ndaj muslimanëve. Thot vet Gjeriri radhiyallahu ta'ala anhu, ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. Thot kur s'ka ndodh pej ditës kur i bë musliman, nuk ka ndodh që ndonjëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më mbyll derën. Don mos më dash, mos më pranon vo taku, edhe sa herë thot që më ka taku, sa herë që më ka pa, gjithë thot ka buzëqesh. On pej ditës kur i bë musliman, për 2 vite sa i ka ra me najt me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, 1 vjet e gjys, thot gjithmonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i tillë. Gjithmonë i buzëqeshur, gjithmonë mikpritës dhe derën hapur. Islami i Gjeririt radhiyallahu ta'ala anhu ka qenë me rëndësi tek sahabët edhe tek brezat pas sahabëve, tek tabeinët edhe të ata që vinë pas tyre. Vetëm për një arsye. Do thot hadithet që vishin pej Gjerir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabët e sidomos tabeinët u gëzoshin sa herë që i dëgjojshin. Sidomos do thot përmendet për nxënësit Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu ta'ala anhu, sa herë nishin e hadith e Gjerir ibn Abdullahut e dëgjojshin me vëmendje. Arsyeja pse? Për shkak se islami i tij ishte në fund të jetës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atash kur sjell diçka Gjeriri, ndonjë argument, ndonjë ngjarje me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ata e dinë që
që kjo u kon dispozita e fundit për çet mesele. Edhe një ditë çka ndodh, transmeton do thot dikush prej tabeinëve, Hammami rahimahullah thot një ditë e pam Xherir ibn Abdullahun urinojti diku me një vend, edhe u kthy, mori abdes, edhe ju dha mesh. Do të thot çorapave. Ju dha mesh çorapa apo mesteve, mbaj çka ka pas të veshura. Edhe kur e shet dikush kështu i thënë, çush për jep mes çorapave? Ai thot po, thot sepse vetë kom pa me sytë e mi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ka urinu, ka marrë abdes edhe veç i ka dhënë mes, do më thënë çorapave apo mesteve. Edhe me këtë hadith janë gëzu, do thot tabeinët, sepse në atë kohë ka pas, shme thënë, tashna, alhamdulillah, kemi të qartë meselen e mesteve. Se dohon, ulemat e kanë rreh me vite. Mi po bashkë në fillim atëherë, ka pas një farë mos pajtimi edhe khilafi që a ban mi u dhënë mes, dohon, çorapeve as ban. E kjo hadithi, dhe më thënë, i Xheririt, ka qenë argument i fuqishëm për këtë, sepse ka tregu që nëse më herët ka pas dispozit që duhet patjetër mi la kom, sart me abdes, tash u derogua jo dispozit. Do thotë është anulu, edhe ka arë si lehtësim që njëri kur i ka vesh çorapët ose mestet, duke qenë me abdes, i lejohet do thotë që pastaj vetëm mi dhën mesh pa i la kom. E kjo domethënë ka qenë shumë me vlerë për tabiinët, pastaj ulemat do thotë kanë trashëguar këtë edhe hadithet e Xheririt radhiyallahu ta'ala anhu i kanë kthyer me një sy pak më të veçantë. Nëse ka për shembull një hadith që ka transmetuar dikush tjetër prej sahabëve, e ka transmetuar pastaj e ka transmetuar dikush tjetër pastaj do thotë e ka transmetuar Xheriri radhiyallahu ta'ala anhu një hadith tjetër që bën kundërshtim me të parën. E kanë ditë që hadithi Xheririt duhet me u marr. Këti duhet me dhënë përparësi. Se Xheriri në fund tjetës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam u bë musliman. Prandaj edhe i kanë kushtu, do thotë, rëndësinë këtë formë. Në atë vit pashtu, ndër delegacionet që ardhën të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ishin edhe delegacioni i fisit Ahmes, të cilët ardhën me 250 veta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me në kryet të Qais ibn Azrat al-Ahmesi, dhe kur ardhën të pejgamberi alayhis salam, pejgamberi nuk i njihte edhe i pyetët men antum, kush jeni ju? Ata i përgjigjen, thanë nahnu ahmesullah. Ne jemi Ahmes, i thënë personi që është rigoros, do thëtë në diçka. Dhe thanë nahnu ahmesullah, do thëtë na jemi ata të cilët fene Allahut e mbajmë fuqishëm. E pejgamberi alayhis salam i tha wa antumul yawma lillah. Tha sot tha keni ardhur për hir të Allahut. Edhe këta pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do thot i nderon edhe i porosit do thot e porosit Bilalin radhiyallahu ta'ala anhu që më i dhon dhurata, thot jepu dhurata delegacionit të fisit Bejile që kanë maharet, edhe filloja do thot pej ahmesave, thon që tynve çka i përmendëm. Të regohet që atë ditë, dhe më thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtë fisin tonë që të barkun Ahmes, i nderoj veçanërisht, e përmendë dhe thotë që për ta bani dua 5 herë, o Allah fali, o Allah jepu bereqet, e kështu më radhë. Në atë vit, kur ardë më thotë delegacioni i fisit Bejile, që i përmendum pak më herët, në mesin e tyre që thamë se ish Xheriri ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu,
Pejgamberi alayhis salam e merr, do thot, e shfrytëzon në rastin për me bë edhe një iniciativë të ngritjes së tauhidit. Dhe e shfrytëzon faktin që ky delegacion që ardh ish nga ana e Yemenit. Fisi Bejile ishin nga ana e Yemenit. Dhe i drejtohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Jarir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, thot: "Ala turihuni min dhil khalasa?" Tha, as po shkon më mahek qafe dhul khalasan. Dhul khalasa ka qenë një shtëpi ose një tempull ku banorët e Yemenit të disa fise arabe, si fisi Deus, Khatham, fisi Bejile, do të kanë pas aty atfar idhullin e tënve. A pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do thot, sikur se çush kemi përmend më herët, kur e ka shliru Mekën, po edhe kur ka çudel, do thot, garnizone ushtarake në përfise të ndryshme, i ka rënu, do thot, aty ku ka pas tempuj, ku është bë shirku, i ka rënu. Ama Jemeni ka qenë shumë larg. Edhe atje, do thot, nuk ka pas dikush që bë musliman. E kur vjen ky delegacion, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e shfrytëzon, do thot, që me shku edhe fizikisht me e thy atë tempull, me hek qafe. E Gjeriri radhiyallahu ta'ala anhu ja kthen përgjigjen pozitive, i thot: "Bela ja Rasulullah." Apo ja sa më jep, do thot, një ushtri për 150 vetash, e bën komandant Gjeriri ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, edhe i nis në këtë mision. Tregon Gjeriri, pse do të tash kish frikë që kish ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot, e kom pasur një problem, duket që ka qenë ose problem shëndetësor, ose një problematik tjetër. Thot, nuk musha me qëndru në kali. Nuk musha me qëndru hypur në kali. Se tash dallon me qenë hypur në deve, dallon me qenë hypur në kali. Sepse troku i kalit është ndryshe. Deve ai s'ka dalë, ndërsa troku i kalit, do të thënë, është do me qenë pak më i fuqishëm me ditë për me qëndru në kali. Kjo ose ka pas, do më thënë, një problem shëndetësor, ose për arsye të caktuar, thot, nuk mujsha me qëndru në kali, shkova ja përmena pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo ka qenë diçka shumë intime për Gjerir ibn Abdullahun. Megjithatë, e ka marrë iniciativën që me ja tregu këtë hall pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo do më thënë ka qenë edukate sahabe, çkado që kanë pas, dhe në gjanët ma intime, çkado që kanë një, çkado që kanë ndodhur, kanë shku ja kanë tregu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pastaj kanë marrë këshill prej tij, pastaj kanë marrë, do thotë, nëse ka qenë puna për dua me bë, sikurse në rastin e Xheririt këtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bë dua për ta. Madje edhe në rastin kur veç ëndra kanë pa, kanë shkuar kanë tregu, ja Rasulullah, kom pa kështu ëndër. Madje ka pas raste kur vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më kur janë të bu në naje, ka thënë, mos ka pa dikush në ëndër sonte. Aja kanë tregu sahabët, për sa ja ka komentu. Thot Gjeriri radhiyallahu ta'ala anhu, kur ja tregova këto pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me shuplakën e tij, me dorën e tij, goditi në gjoks fort. Saqë thot i pa shajat e dorës në gjoks që metën. E tha: "Allahumma thabbithu waj'alhu hadiyan mahdiya." O Allah, forcoje, sepse ky smuj ke menet në kali. O Allah, forcoje edhe bëje udhëzues të udhëzuar. Të udhëzuar për veti edhe udhëzues për dikon tjetër. E thot Gjeriri radhiyallahu ta'ala anhu, thot peja asaj dite më kur s'm ka ndodhur me ra pi kalit. Kur hiç den deke, thot kur s'm ka ndodhur me ra pi kalit. Edhe shkon Gjeriri me ushtrinë e tij te Dhul Khalasa, te ky tempull, edhe e djegin, e shkatrojnë, e thejnë, në tërsisht, nisin më këthy për Medinë, mirë po, e qënë një lajmtar para prakishit, dhe më thënë, që me ugut ma shpejt, me shku mi adhen myshdën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur vjen te pejgamberi alaihi salam, i thot: "Ja Rasulullah, walladhi ba'athaka bil haqq, ma ji'tu hatta taraktuha ka'annaha jamalun ajrab." Që ky lajmtar kur vjen, i thotoi dërguari i Allahut,
thot kur kum dal pe atjehit e kum lënë dhul khalasan sikurse një deve që është ajrabi thënë asaj deves që ka një smuj kur ja nisin mira, domthon mira leshi. Edhe i del vesh lëkura domthon drejt për drejt. Edhe çashtu e kum lënë dhul khalasan, kur gjosi ka me. Ën e shkret pra, që kërkush mo nuk ka qef me shkun ta, sikurse çush nuk kanë qef me posedu deve që është e smur me zgjeb. Edhe kur I dëgjon këtë fjalë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ban dua për bereqet, për këtë person, për fisin Ahmes. Pastaj kur vjen vet Xheriri, edhe për to do thot ban dua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për fisin Ahmes. Në këtë vit te pejgamberi alayhis salam vjen një fis tjetër që ka lidhje me rastin e Xheriri ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Se kur shkon Xheriri me shkatru dhul khalasan, tash atje patjetër që ka has në rezistencë. Aty ka pas një fis që ka jetu tek ai tempull. Edhe I vjen që do thot me u përball me ta fizikisht, me pas luftime, edhe disa prej tyre do thot vriten, e disa tjerë shpëtojnë. E ata që kishin shpëtu, dy prej tyre vijnë, domethënë si delegacion te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për me paraqit islamin në tënve dhe thënë amanna billahi wa rasulihi wa ma jaa min indillah. Do të kena besu Allahun dhe dërguarin e tij, edhe shpallën që ka ardhur prej Allahut fuqiplot, ja japin besën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në fund I thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shkruana neve një shkresë që ta kemi si argument për ata çka I kemi mra. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja u shkruan një shkresë të tillë. Në atë vit sahabët edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam I ndodha dhe ju vjen një lajm pikëllues, sepse po këtë vit do thot në vitin e 9 në muajin Rajab, do thot muaji Rajab është muaji 7. Rajab, Sha'ban, Ramadan. Ramazan është muaji 9. Në muajin Rajab pejgamberit sallallahu alaihi wasallam I vjen shpallja se kanë ndru jetë Ashamatun Najashi, miku I dashur I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mbreti I Etiopis, Abisinis, I cili ju bani konak sahabët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur banën hijret për vite të tëra. Dhe do thot ju ofroi siguri, ju ofroi harmoni në popullin e tij. Dhe I vjen lajmi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që Ashama ka vdek. Dhe shkon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë lajm ja u përcjell sahabëve. Dietarët e nxarrin domethënë pe kësaj një dobi, thënë që personi më I afërt I atij të vdekurit që është, janë ata që janë të afërt e tij, duhet me ja u përcjell lajmin muslimanëve të tjerë. Nuk ka vdes dikush pe muslimanëve. Do thotë Ashama radhiyallahu ta'ala anhu, ky mbret fisnik nuk kish pas dikon tjetër të afër para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të pejgamberi sa mish më I afërt I tij. Kështu që pasi që I vjen do të thotë shpallja e lajmëron Xhibrili alayhis salam del pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sikur një familjar I Xhashiut, edhe I njofton sahabët që ka vdek. Thot mat al-yawma rajulun salih faqumu fasallu ala akhikum Ashama. Tha sot ka vdek një burr I mbar dhe I mirë. Andaj çunu dhe faljani namazin vëllaut tuaj Ashamas. Dhe në transmetim tjetër I ka porositur, ka thënë istaghfiru li akhikum, bani istighfar për vllaun e juaj. Pra, do thotë kur vdes një musliman, atëherë muslimanët e tjerë e kanë hak ndaj tij që me bëj istighfar për to, me bë dua për ta, edhe me ia fal namazin e xhenazës. Mirë po çush ja fali pejgamberi sallallahu alajhi wasallam namazin e xhenazës bashkë me sahabët, përderisa Ashama vdiq në Abisini, këta ishin në Medinë. Ky ka qenë rasti I vetëm që transmetohet, do thotë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja ka fal diku në namazin e xhenazës në distancë. Ky rast zbatohet në atëherë kur domethënë vdes dikush
në një vend ku s'ka kush ja fal xhenazën. Se Ashama radiallahu ta'ala anhu, atje në Abisini nuk ka pas musliman. Në populli vetë nuk e kanë pranu islamin. Ndërsa musliman që kanë atje prej sahabeve, i kemi përmendur që gjatë kohës së Khajberit janë kthyer në Medinë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. As ka me dikush prej muslimanëve atje. Edhe me vdekjen e tij do thotë s'ka pas kush më ia fal namazin e xhenazës. Para ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ia fal namazin e xhenazës në distancë. Në rastet e këtilla lejohet të veprohet një gjë e tillë. E populli i tij pra kanë qenë Nasara, do thotë të krishterë, prandaj nuk ka pas kush me ja fal namazin e xhenazës në Gjashiut radhiyallahu ta'ala anhu. Të rasti në Gjashiut, dikush e ka keq përdor këtë rast. Dikush do thotë e ka keq përdor rastin e Gjashiut, i cili është do thotë në anën tjetër një rast i dhimbshëm edhe një rast prekës që me gjithë pozitën e tij që ka pas ky burr, ka qenë mbret i vendit vet, ka qenë njeri me pushtet, ka pas fuqi e kështu me radhë, e ka pranu islamin edhe ka pranu që me ju nënshtru pejgamberit Allahut. Ka pranu do thotë me gjithë pozitën e tij me ju nënshtru Allahut azza wa jall. Edhe ka jetu në vendin e tij i vetëm. E ka pas përgjegjësi të mëdha, s'guxojna me menu që tash ja ai mbretu kon ai çka ka pas domethën pse rast domethën prekës. Ai mbretu kon ka bëj çka ka desht. Muslimani nuk e nin veten rehat nëse jeton në një vend ku s'ka musliman. E në Gjashiu ka qenë i tillë. Ka jetu do të thotë në një vend ku s'ka pas musliman. I por rrethanat e tij e kanë detyruar me qëndru aty. Edhe ai do thotë s'ka mujt mi bë kogja do dispozita fetare sheriatike s'ka mujt mi praktiku. Ose si ka mri lajmi, ose ka qenë në çasti situatë që s'ka mujt domethënë me praktiku. Sikurse dispozita e hijretit. Ai ka qenë domethënë në krye të një shteti. Edhe si prijes ka pas domethënë përgjegjësi popullin e vet. As ka mujt me elan. Mi po ka qenë musliman. E qëtë rast domethënë të prekshëm edhe të dhimbshëm janë çu një grup i bidatxhive kanë shfrytzuar për interesat e tyre. Edhe kanë thënë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do thotë ja ka fal namazin e xhenazës në Gjashiut. Edhe sipas rrethanave i bën që në Gjashiu ka qenë fillimisht i krishter, po tani transmetimet janë që u bë musliman, a mos transmetohet kërku që ai u fal. Sipas tyre. Tash as u fal, as ka xheru, as s'ka bë sen. Megjithatë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka fal namazin e xhenazës. Çysh ban domethën më ja fal namazin e xhenazës dikuna që s'u fal për veti. Janë argumentu me rastin e Gjashiut. Ama si çdo herë do thotë bidatxhit munohen vesh me gjet aty ku ka atfar tullën ma dopt të diçkahet edhe me hek me rëzu komplet muri. Gjojnë që si vrima. E këtu e në mënu me gjithë qëtë rast me rëzu komplet atë parim të ehlusunetit që pa vepra njeri së nëbohet musliman. Pa vepra s'ka islam. Kanë shkuj kanë gjithë do që thënë kimen, vod, diku do rastë, kërku hiq, që djetarët se argumentu me të hiq, kanë kap do fije diko që me mbështet atë farë dalaletin e devimin e tynë dhe ideologjin e gabuar që e kanë. Ama, Allah azza wa jall thotë gjithmonë ju ka çu kundër argument, gjithmonë. Edhe këtu, në rastin e Gjashiut, nuk ka argument që në Gjashiut nuk u fal. Këta thënë s'ka argument që u fal. Po na i thënë s'ka argument që s'u fal. Sepse transmeton do thotë Qatada
edhe Atai, në dy tabel, transmetojnë që Nejashiu radiallahu anhu është fal në drejtim të Mesgjidit Kudsit. Thot, pej kur është bo musliman, ka fal namaz në drejtim të Kudsit. Sepse i ka pa sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që po falen. Edhe ka mësu për tënve islamin. Sikurse që është tregon domethënë Amr ibn As radiallahu ta'ala anhu, cili ka jetu që atje. Edhe do thot Nejashiu ka fal namaz. Pej atëherë deri kur ka vdek, ama ka fal në drejtim të Mesgjid Kudsit. Sepse çashtu janë fal muslimanët atëherë. Dina do thot derivon nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Medina është fal në drejtim të Kudsit. Në Mekë kërkon çka ka bë, u drejtu ka Kudsi, ama përpara vetes e ka vendosur Çabën. Ka dalë ka çoja ona e Çabës, që miram do të më drejtohet ka Çabja ka Kudsi. Po tash kur ka shkuar në Medinë, Çabja do është anën jugore për Medinës, ndërsa Mesgjidi Kudsi në anën veriore. I ka ramu këthy në anën veriore, me ja këthy shpinën Çabës. A pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjithë në zemër e ka pas, do thot e ka desht Mekën, e ka desht Çabën shumë. Allah azza wa jalla zbrit urdhën që tash kthehuni, kanë përmend të thotë këta, kthehuni ka Çabja me fal namazin e juaj. Ama tash ky lajm nuk i ka mri muslimanëve në Abisini, sikurse çush nuk i ka mri muslimanëve në Mekë deri vonë. Edhe pastaj muslimanët do në pe Abisinis kanë bë hijret në Medinë. Kur kanë në Medinë kanë kuptuar që pas kanë ndërruar tash do të më fal ka më drejtu ka Çabja. Nejashiu ka vazhduar më fal i drejtuar ka Abisinia. Edhe padyshim do thotë që kjo nuk i llogaritet gabim atij, sepse ai ka vepruar me lajmin e fundit që ka ditë. Që kur të falet muslimani do të më drejtu ka Mesgjidi Kuds. Edhe çashtu ka vepruar. Ti kisha lajmi që Allah tash ka ndru Allah azza xal ka thënë që më fal ka Çabja, ish fal ka Çabja. Ama këta dy kolos të dietarëve, do thotë të tabelëve, Atai edhe Qatada transmetojnë që Nejashiu është fal. Ka fal namaz në drejtim në drejtim të Kudsit. Kjo edhe tjetra do thotë të krishterët që kanë qenë krishterë të mirëfillt në fen do thotë e Isës alayhis salam, që domethënë sipas transmetimeve mendohet që krishterizmi që ka qenë në Abisinia të larg ka qenë krishterizëm i pastër. E përmendet do që ata kanë pas namaz, ata janë fal, domethënë çashtu çish falëm na, me rukua me sejdë. Edhe për Nejashiun kjo nuk u kanë diçka e re, tash çka po duka më bë, po duka më ran sejdë, me çit kryen to. Jo, për to kanë ditën kjo. Mi po vetëm pastaj e ka kanalizu qëta në dispozitat e reja me shëriatin e ri islam. 5 rëndite më falë, që ka qërekate, kështu, që të do të me ledzu, pastaj e ka falë që e falin musliman. Ama, Nejashiu u falë. E këtë më thërë është kundër argument, ndaj ideologjisë e irgjasë, murgjive, të cilët janë mënuar çtu me kap që të rastin e Nejashiut, më shfrytzu për interesat veta, me thënë, mi ushti domethënë njerëzve shëbhe që valla po çysh pejgamberi sa se ja ka fal Nejashiut namazin e xhenazës, kurse dihet që Nejashiu s'u fal. E ju tash të po thoni që kur s'falet të çafiz për mia fal xhenazën. Kapni, lexoni pak. Lexoni, shfletoni, hulumtoni në për dije, në për libra që alhamdulillah Allah azza xal na ka mundsuar të më na arrit deri tek ne sot. Shfletoni, lexoni, i gjen argument. Mi pa që ka smundje në zemër, kur e gjen atë argumentin që si përshtatet, ja bën sikur se ja u dit. Ta ke që dorën, e lexon ajetin për mi, e lexon ajetin për funi, atë që është mes nuk e lexon. Edhe ai domthonjë që nuk i përshtatet argumentet bin kundërshtim me kajtën e tij, nuk janë shën synin këtij argument. Ose keq interpreton, ose thotë s'është i vërtet ky argument.
nuk e këqy, domethënë mirëfillti, a është i vërtet, a s'është i vërtet, a është, domethënë hadith sahih, a është daif, a çka është, po ja, pranohet ky. Pse se mendja ati nuk pja ka. Prandaj, do thot ngjarja e Nexhashiut, ata kanë menuar që mund me bë argument për devijimin e tënve, pa Allah azza wa jall e ka lënë diku, i ka prit në prit që kur të bëjnë ata të keqen, tash më janë ngrit argumentin. Ka thënë se ka dikush që ka transmetuar se Nexhashiu është fal, ka fal namaz Nexhashiu, sepse ka qenë musliman. Po thënë çysh ajo fal, kurse në mesin e të krishterëve. As beno që mu që tash të krishterët njerëzit para ti me armitsu, mi thënë shkaj të bot ti, dojnë ko ke bo muslimane. Jo, na dim shumë një, gjendjen e Nexhashiu. Nexhashiu ka qenë njeri i vendosur, edhe haptazi e ka shprej islamin. Ani që njerëzit e ti se kanë pranu, disa për të në e kanë pranu, mi po ata që e ka pas për rreth nuk e kanë pranu, po me gjithë ata aje ka shfaq islamin e ti, edhe ka praktiku. Edhe do të thëtë, kemi përmend atë rastin që më njëherë sa ka pranu islamin në Nexhashiu, dikush u qu i ka bërë rivalitet në fron në udhëheqësinë e tij, mbretërinë e tij. A u detyru Nexhashiu me luftu për me shu fesadin. A pet ka triumfu. E ka shfaq haptazi islamin. Do thot, ato var pallavrat, ato dyshimet që i qesin mbi atë gjithë se po qysh ai s'ka mujt çysh mu fal se kur meze e krishterë, Hazretnia e ka praktikuar islamin haptazi. Ari pse ka qenë vetëm në frontin e tij. Mirë po ka praktikuar islamin haptazi. Edhe këtë, elhamdulillah, do thot, janë ulemajet të umetit që e kanë dëshmu edhe na kanë transmetuar, elhamdulillah. Në këtë vit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i vjen edhe një fis tjetër si delegacion, fisi Abdul Qais, të cilët janë përmendë më herët, sepse ata kanë jetu në anën e Bahreinit, kena fol për çlirimin e Bahreinit, kena përmend në fisin Abdul Qais, dhe shumica aty nuk kanë qenë në fenë krishterë. Edhe ata realisht i kanë pas 2 herë që kanë ardhur delegacion të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hera e parë ku kanë ardhur ka qenë në vitin e 5 të hijretit, ku kanë ardhur diku 13 persona të pejgamberit alaihi wasallam, edhe ja kanë bërë do pyetje bazike për fenë edhe islamin. Kanë pyetur rreth imanit edhe rreth disa pijeve që ata i kanë përdorur në vendin e vet. Transmeton Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu që kur ka ardhur fisi Abdul Qais te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pa, e ka thënë men il qaum, kush jeni ju? Kush jeni ju popull që keni ardhur? Ata i thanë jemi Rabia, don fisi Rabia, don kabila Rabia dhe Mudar janë 2 kabile të moçme, don ajo fal preardha gjenealogjike mrin shumë nalt. Rabia ibn Nizar dhe Mudar ibn Nizar, të dy janë Rabia dhe Mudar janë kanë vllazën. Të bitë Nizarit, mes Nizarit edhe Adnanit, domethënë të afërmit të Ismailit, dikon nipit të Ismailit, kanë 2-3 persona. Ka qenë shumë nalt në atë far trungun e preardhës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai kanë thënë na jemi Rabia, domethënë fisi Rabia. Pejgamberi sallallahu ka thënë marhaban bil qaum, mirë se ardhe të popull, ghayri khazaya wala nadama. Jo të pështruar e as pishmangji. Pse? Ja u ka thënë këto fjalë sepse këta kanë ardhur me vetë iniciativën e tyre, pa luftë, pa presion, pa kurrë, me vetë iniciativën e tyre kanë ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ju nënshtrua dhe me u bë musliman. Pra pejgamberi ka thënë ghayra khazaya, të pa jo të poshtruar. Se të kishar dikush me zor të kishtin në islam të kishin luftu, ata të poshtruar. Wala nadama, tash që keni ardhur me çef, s'keni më kthy, do thotë pishmangji. Ai thonë ata ja Rasulullah, inna na'tika min shuqqatin ba'ida. O i dërguari i Allahut, na jemi të ardhur për një krahinë të largët.
wa inna baynana wa baynaka hadha al-hayy min kuffar Mudar. Mes neve dhe teje e kemi këtë lagjën ose vendbanimin e qafirave të fisit Mudar, sepse fisi Mudar ka bërë rezistencë, më thënë, në kufër. Thot wa inna la nastati' an atika illa fi shahri haram. Edhe na nuk po mujna më të ardh tek ti ja Rasulullah, përveç se në muajt e shenjtë. Në 4 muajt e shenjtë, sepse në muajt e shenjtë arabët s'kan bë luftë, as se kanë ngucë kërkonës, kanë ecë shlirë, domethënë, njerëzit. Thot veç në muajt e shenjtë po mujna me ardh. Andaj, për shkak që s'mujna me ardh shpesh, na urdhëro, na jep ndonjë urdhër, ndonjë fjalë të mirë, ndonjë mësim, të cilën kena mja u tregu, domethënë njerëzve që na presin atje, edhe me cilën na lehtësohet hyrja në xhennet. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj kanë pyetur domethënë edhe për pijet, disa pije që ata i kanë përdorur atje, a lejohen as lejohen. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja u ka dhënë 4 urdhresa edhe ja ka bë 4 ndalesa. Urdhresat i ka pyet fillimisht, i ka thënë të drune mel imanu billahi wahda. A dini se çka është imani në Allahun të vetëm? Kanë thënë Allahu wa rasulu a'lam. Allah dhe i dërguari i tij e din më mirë. Ajo ka shpjeguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa siyami ramadan wa an tu'tu min al-maghnami al-khumus. Dëshmia se nuk ka të adhuruar të denj përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i Allahut, të falni namazin, të jepni zakatin, të agjeroni Ramazanin dhe nga plaçka e luftës të jepni 1/5. Që kjo ka thënë është imani në Allahun azza wa jall. Pastaj ja u kanë ndalu 4 gjana, ka thënë po ja u ndaloj el-hantam wad-dubba wan-naqir wal-muzaffat. Këto 4-tat, el-hantam, wad-dubba, wan-naqir, wal-muzaffat, janë lloje të enëve që ata i kanë përdorur. Njëra ka qenë marrë me pej kungullit, a ke pa kungulli, asi fa kungullit të majë që janë, kur të pren, me gry mrena, mund është me bo si enë pastaj, me vendos diçka në ta. Edhe ato tja do njën kënë që si lloj enësh të marrë me doon pej pembe të ndryshme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja u kanë ndalu përdorimin e tyre veç për një arsye. Se këta i kanë treguar që na do thot në çto bëjna lang të përpije, do kështu për dëfrim. Se të na rrushin që kur është shtrydhin që i thënë shire. Hala pa bo alkohol. Ose ata në atë kohë do më thënë kanë përdor, kanë qitë ujë me një enë të tillë, në to kanë shti hurma, e i kanë lënë në gjatë natës, a i hurma e kanë shu, do më thënë atë langin e vetë, ambëlsin e vetë, edhe të nesër më në kanë marrë, kanë pi qatë ujë, i cili është omëlzun nga hurmat. Mi po, që të enë që këta i kanë përdor, kanë pas qasi ndërtimi, qasi, me thënë, kemikaljet dvetat që e kanë bë më shpejt me u prish, me u shëndru langu në alkohol. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja u kanë ndalu, për shkak se këta janë në fillim të islamit. E njerëzit kur janë në fillim, duhet pak do sene ato far kufit, mi a vendosë jo aty ku janë, po pak më mrena. A vëdhem? Që mos milon me ardhë të kufit, se këtë dhe të kufit, tani hynë në haram, let. E ja u ka ngrej kufit makni. Që tu nallu, mos shkoni deri aty, ku mundi pastaj me ranë haram. Edhe ja u ka ndalu, do më thënë këto enë, në cilat ata e kanë përgatit pijet të tënve dëfryese, që mos t'ju shëndrojnë në alkohol, e dikush pa dit me kap një pi, pastaj me ndohë, do më thënë, me ndonjë trazire kështu me radhë. Këto këshilla që u ka dhënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në fund ju ka thënë mbajeni mirë në mend këto gjana edhe tregojeni atyve që i keni lënë në vendin e juaj. Mas disa vite kur kanë shku këta te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam
realisht mas 4 vjetë, në vitin e 9, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj ja u ka dhënë një urdhres tjetër. Ka thënë, ja u kam ndalu atëherë 3 gjana, ose 4, ja u kam ndalu edhe që të langun e pemëve në për që të enë. Mi po thot tash pijeni, wala të shërëbu haramen. Tash ju lejohet me pi, ama mos pini pije që deh dhe është haram. Thot, tash ata janë forcu në Islam, 4 vjet. Janë forcu në Islam. Tash kanë fitu mjaftueshëm mekanizma që me nal veten. Kur të sheh që ja kanë nisë më prish, ja kjo bë alkool e gjun. Nësa kështë një në fillim në Islam, nefsi është ma i fuqishëm. Edhe monët, ajme s'ka gale, ta pije pak i kujtohet, ajo ndjenja do në sa i shishëm është, si pas të në do në vera, vena, rakia dhe ape qonë. E tash kërën pjek në Islam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, tash ju lejohet me i përdor ato pije, vetëm që mos e përdorni ato që është haram, do thotë që me që shëndru në alkohol. E për kësaj do në ulemaja kanë marrë argument që lejohet me u pi langu i pemëve, i cili hala do më nuk është, hala është në atë fazën që s'ka kalu në, nuk është prish më bë alkohol. Edhe hera dytë pra kur kanë ardhur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë viti i 9, për cilin jemi duke fol, edhe kanë ardhur 40 veta. Herën e parë 13, tash kanë ardhur 40 vjet te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe në mesin e tyre ka qenë edhe Eshej el-Asri, i cili tregohet atë ditë kur ka mritë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam bashkë me shokët e vet me këto 40 veta. Transmetojnë do thotë që kur kanë ardhur aty delegacioni, ka dalë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mi prit, edhe gjithë njerëzit kanë bë, ja kanë mësy pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, mi po Eshej el-Asri unal. S'ka ngojt me tjertë. Unal, ka marrë devet e secili do i ka lidh, edhe pastaj ka nxjerr një farë, çka më thënë, sandëk ose një boshë të vetën, pe aty i ka nxjerr teshat e reja, sepse ata njerëzit që kanë ardhur, ata tjerë kret hiç ashtu me teshat e udhëtimit që kanë plurosën e me djersane, kanë ngojt te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E ky unal i ka kry punë, i ka ratu një devet, edhe i ka nxjerr teshat e reja, i ka ndru, i ka vesh një parteshat mirë, gjitha këto ty e po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ty e po. Edhe ka shku, i ka përshëndet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ka dhënë selam, a pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pastaj e ka lavdru, i ka thënë, inne fike le khasletejni, yuhibbuhum Allahu wa rasuluhu. Ka thënë, ti ki 2 cilësi që i do Allahu dhe i dërguari i tij. Ka thënë, çka janë ato ja Rasulullah? El hilmu wal anat. Pjekuria dhe mosngutja. Dhe t'ja lavdoj veprën që e bani. Se këtë ata tjerë të ngutën, i rysh. Hala, do më thënë, tash një kër është në thim me pluhën, me djersitje, mund të më ardhe era keqe, tash po shkon me taku do një njeri me nam, pejgamberin e Allahut, sallallahu alaihi wasallam. E s'kan prit që më ndruhe, sa me shku me taku, pak më pedant. Ama ky së gut, ka pas edukat. E ka qenë halim, njeri i pjekur, i but, edhe ka pas enat, mos ngutje. Ka prit, ani, dikush thotë, unë i pari. Po, nuk është esenca kush po shkon i pari. Esenca është kush po shkon ç'sh duhet. Jo më shku domethënë në gjendje të keqe. Edhe ka pyetur, ka thënë ja Rasulullah, shay'un jubiltu alayhi aw shay'un atakhallaquhu. Ka thënë, është kjo një diçka që Allah azza xal ma ka dhënë kur më ka kriju, do thotë më ka brumos me kët, apo është që kum fitu mas nej, ka thënë, la bel jubilta alayh, jo, këto sifate që Allah azza xal ka brumos me to, do thotë ka kriju me to. Ka thënë alhamdulillah. Pra, lavdi i takon Allahut. Kur i kanë ardhur domethënë atë ditë fisi Abdul Qais, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i sheh që kanë ndryshuar fytyra pak. Ai thotë, ja ma'shara Abdul Qais, ma li ara wujuhakum qad taghayyarat. Çka është o Abdul Qaisa, çka është puna me juve që
ju pas kanë ndru ftyrat. Edhe ata i thënë, ja Nabi Allah, nahnu bi ardin wakhima, kunna nattakhidhu min hadhihi al-anbidhati ma yaqta'u al-luhmanu fi butunina. Ka thënë, ja Rasulullah, na jemi atje me një tokë të shkret. Dhe për me, domethënë Ukraina, ne ka është Bahrein, sot ka shkretin ma shumë do në gjezira arabe. Kam thënë, na jemi në tokë të shkret edhe qatë munges që e kena pas prej mishit, që s'kena, nuk kena begatit shumë ta, e kanë zëvendësu me qato pije që i përmendu pak më herët. Arabisht i thënë nebidh, në shire, ose langu i hurmës. Me qato kena zëvendësu. Në përme qato në do thëtë kena fitu kalorije, kena majtë vetin. Ama thëtë kër na i kinal, do më thënë përdorimin e atyre enve, tash qështu jena bo. Do thëtë ju kanë tha ftyrat, jenë zajftua kështu më ra. Atër pejgamberi s.a.s. ju ka thënë enët të cilat ja u kum dalu, nuk janë ato që bëjnë haram do në ushqimin. Ama, thëtë, walakin kulle muskirin haram. Jo po çdo pije dehse është haram. Walejse an tahbisu fa tashrabu. Ajo thot, nuk është e ndaluar që ju me maj domon pije në me pi. Hatta idha mtalat al-uruq tanahartum. Thot me marr me pi, e ndoshta ajo ka ndru u bë alkool, edhe thot ju nuk e dini, e ju kap dehja pra, edhe qohet njëri e myt domthon vllaun e vetë me djalin e axhës me shpatë kështu më radh, prandaj thot ja u kum ndalu. Pastaj këtu do thot ja u ka bë lehtësimin. Aty ka qenë një person i krishter, El Jarud ibn El Mualla El Abdi, dhe i drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i thot ja Rasul, ja Muhammed, fillimisht do thot se halas s'ka banu islamin, thot ja Muhammed, inni kuntu ala din, wa inni tarikun dini li dinik, afa tadmanu li dini. Thot o Muhammed, unë më kon me një fe tjetër, ama thot sot do me lën qatë fen, a do me hynë fen tëme. A jeti qaj që ma dëshmon, ose ma garanton fetarin time. Dhe i thot po, pejgamberi s.a.s. Thot ana daminun li dhalik. Unë jam garantues i kësaj. Thot inna alladhi yad'uka ilayhi khairun min alladhi kunta alayh. Thot kjo që unë po të thirin ta është shumë më mirë se sa ajo feja që ti ke qenë më herët. Dhe atëherë pejgamberi s.a.s. kthehet ka kibla edhe bën dua për fisin Abdul Qais. Thot Allahumma ighfir li Abdul Qais idh aslamu ta'i'in ghayra karihin. Wallah fale pjesëtarët e fisit Abdul Qais, të cilët do të thotë e kanë pranuar islamin me dëshirë, pa ju bë presion. Ghayra khazaya wala mauturin, as të poshtruar as të bërë pishman. Thot inna ba'du qawmina la yuslimuna hatta yukhzaw wa yutaru. Thot sepse ka njerëz të cilët nga arabët, të cilët nuk bëhen musliman pa i poshtru edhe pa i luftu. Atë ditë ndodh pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe një gjë e cila bëhet mësim për muslimanët, edhe dietarët nxjerrin dispozita prej saj, duke u marrë me fisin Abdul Qais, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mas namazit drekës, duke u marrë me ta, e harron me fal sunetin e drekës, sunetin e fundit të drekës. Edhe thot Ummu Salama radhiyallahu ta'ala anha, thot unë kam ditë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka ndaluar mu fal mas namazit të ikindis. Mas namazit të ikindis. Na ka ndaluar me fal nafile. Thot kur shkova në shtëpi, mas ikindis pesho pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po falet. E thash do të e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam rreth kësaj, atë çështja që ndalu tash të pashtu u fal, ka thënë ja binte Abi Umayya, sa'alta 'an ar-rak'atayn ba'da al-'asr, o bija e Abu Umayys, a pyete për 2 rekatet mas ikindis, thot mas namazit drekës u merr një delegacion i fisit Abdul Qais, të cilët e kishin do thot
e kishin pranuar Islamin në popullin e tyre, andaj thot, unë preokupun me angazhimet e tyre, as mujta me fal 2 rekatet mas drekës, kështu që i falet tani. Pra, kjo ka qenë një mësim për muslimanët në dispozitë e re, që mas ikindis nuk lejohet me fal namaz nafile, përveç kur është kaza. Jo tashmë, kaza drekën. Dreka s'bëhet kaza, ajo do të më fal në vaktin e vet. Jo po kaza nafilet, sunetet. I ka ik njëri suneti, s'ka mujt dhe namaz të ikindis me fal, mas ikindis i lejohet me fal. A pse është kohë ndalesës së nafileve. Ama kazan sunetin kaza ban me fal nuk prish punë. Do të këtu i kena 2 dispozita. Një që lejohet me bë sunetet kaza, edhe është e udhës, edhe dyta, mas ikindis lejohet do thot me fal sunet kaza. Fisi Abdul Qais qëndrun të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam atë ditë, në atë kohë qëndrun 10 ditë dhe kur deshën me u kthy te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, realisht kur deshën me u kthy në vendin e tyre, i kërkuan pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mos ka ndaj deve më u dhën që më udhtu me to sepse kishin mungesë. Ama pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha pash Allah, tha nuk kam çka t'ju jap. Atëra njëri prej tyre ju tha ja Rasulullah, gjatë rrugës ka po ecëm na, po gjojna deve të humbura, që s'kan, do thot, pronar. Për shohim s'ka kërkush as pirun, as po vjen me marr, as kërgjëj. A na lejohet, do thot që me i përdor ato me shku në vendin ton? Jo, ju thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tilka harqun nar, sepse ajo është gac e xhehenamit, do thot është zjarr i xhehenamit. Pra, kur njëri e merr një sen të humbur të dikujt, i ka humb dikun atë diçka, ata shkruaj xhen e merr. A thon tilka harqun nar. Kjo është zjarr i xhehenamit. Sepse për merr hakun e huj. Aty shariati do thot ka përcaktuar rregulla se çka do të më bëhet, tek do të më bëhet, a lejohet as lejohet. Ato domthon rregulla dispozita për tjetër herë. Edhe delegacioni i fundit që ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, realisht ka qenë delegacion, por ka qenë një person që ka përfaqësuar një fis. Fisi Sa'd ibn Bekr e çon një person te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka qenë një burr i vendosur, i matur, i pjekur. Dimam ibn Tha'laba radiyallahu ta'ala anhu. E çojnë në vitin e 9, pra paraprakisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtij fisi ja u kishu dikon një davetxhi që mi thirr në islam. Ama ata deshtën me u siguru. Deshtën me u siguru për mesazhin e islamit, ata deshtën me u siguru për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kështu që e çon Dimam ibn Tha'laba në Medinë. Dhe momentin që mrin, domethënë Dimam ibn Tha'laba me devën e tij, mrin në Medinë te xhamia, e kap me njëherë, e lidh devën, edhe hyn ishe një grumbull njerëzish. Edhe këqy se ka njoft pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, cili është. Edhe thot ayyukum Muhammad, ka qenë njeri i shketinës, beduin. Që ato i drejtohet Muhammed, thot ayyukum Muhammad, cili për jush është Muhamedi. Dhe sahabët e këqyrin i thënë që qaj personi që është shtrit që atje, qaj bardhi që është shtrit. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i bardh. Domethënë ndukje. Edhe afrohet Dimam ibn Tha'laba, i thot o ibn Abdul Muttalib, i drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja thot qad ajabtuk, po të përgjigjem, çka po don? Thot inni sa'ilun mushaddidun alejk fi al-mas'ala fala tajid alayya fi nafsik. Në çfarë parathënie ka përdor. Sikurse do ka lexosh këtë, mo që ke mallën sikurse do plesh. Ka një herë kur e pyesin e hoxhën, hoxh, jam ka do ta bëni pyetje, na është pak e rënd, po mos më vazi për të madhe. Ky çështje ja ka bë. Ka thënë po do më të pyet për dosane pak të vështira, e na është as mazosh për të madhe. Pejgamberi sa ka thënë
sel amma bedalek. Ka thënë, pyet çka dush. Edhe ja ka nisë ka bërë disa pyetje radhasi. Ka thënë, ja Muhammed, etana rasul, na ka ardhë, do thot, ai i dërguar i jot, çaj misionari që kishu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me thirrjen e islam. Thot fa za'ama annaka taz'umu anna Allah arsalak. Edhe ai po pretendon që ti ki thënë se Allah azza jall të ka çu pejgamber. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja kthen thot sadaq. Çashtu është, të vërtetën e ka thënë. Thot dëmami, thot faman khalaqa as-sama, kush është ai që ka kriju qiellin? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot Allahu. Thot faman khalaqa al-ard, kush është ai që ka kriju tokën? Allahu. Faman nasaba hadhihi al-jibal, kush është ai që i ka vendosur këto kodra me majt tokën? Thot Allahu. Shumë domethënë një renditje interesante si parathënie. Pse ja ka bërë këtë pyetje? Thot an unshiduka billadhi khalaqa as-samaa wa khalaqa al-arda wa nasaba al-jibala. Allahu arsalak. Thot po betohem, po të bëj be në ato që ka kriju qiellin, ka kriju tokën, edhe i ka vendos fuqishëm këto kodra. A përni me Allahut ka dërgu pejgamber? Naam. Përgjigjet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po. Thot wa za'ama rasuluka anna alejna 5 salawatin fi yawmina wa leylina. I dërguar, i deleguar i jot thot ka po pretendon se na i kena obligim 5 namaze me i fal gjatë ditës dhe natës. Pyetja e parë, mas e parë domethënë sa një parë që ka ardhur më një herë mas dëshmisë së pejgamberisë që ata kanë besu Allahun si Zot. Kanë ditë që është krijuesi. Ka kriju qiejtë, tokën, kodrat. E ty tash pas ka dërgu pejgamber, don shahadeti la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. E besova që ti kokë pejgamberi. Sa një parë më një mas sa çka janë? Namazi. Nuk ka, do thot ata që ja nisin do kanë ishe ja nisin mbrapsht. Njerëzit thot po këta kanë deklaruar shahadetin këtë thonë la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Dhe këta çka pëmson ti tash njerëzit? Po Allah pëmsojnë njerëzit tash me dhën lëmosh, me therr kurban, me agjeru tonë tajte. A pe din që ti e ty mësu gabimisht? A din që mrapsht e ty mësu? Qysh mrapsht është mësu me bëj ibadeta? Jo, s'është mrapsht mësu me bëj ibadet. A më kallxoj ibadetin e parë pa cilin ato tjerë si vlejnë. Ai kot therr, domethën kurban, kot agjeron, kot të bën atë këtë, përderisa nuk falet. Të mësoja se një parë do ndosh me mësu namazin. Dhe t'ja nisin mu falë. Allah po ashtu 10 vjet duhet pa 10 vjet veç për çfarë të folju. 10 vjet. Edhe ajo domon nuk ka nevojë 10 vjet këtë më fol, se dikush ja nis namazit, aty tani ja nis, ja mëson agjërimin, zakatin, etj, ai ngritet në për shkallë të Islamit. Ky tjetër Allah ja ka nis, ti Allah do të ja mëson namazin, dhe t'ja nis mu fal, dhe të kupton që duhet mu fal. Tani ja nis tjera. A çështu ngritet shoqëria. Ajo domethën i la njerëzit, as po falen, po atë kryesoja le të japin në lamoshën e sa. Pse domethën po i mashtron. Dhe ky domethën pyetja pa që ja bën, thot e pyetja për namaz, e ja thot sadaq. Thot e ka thënë vërtetën se ç'ashtu është. Thot unshiduka billadhi arsalak, Allahu amaraka bihadha. Thot po të bëj bene ato që të ka çu. Tash domethën s'pi thot po të bëj bene ato që ka kryer çej tokën. Jo se tash e besoj ti kjo, pranoj ti që ti kokë i dërguar i ti. Tash pe bën be në çeto. Po të bëj be në ato që të ka çu. Pejgamber. A për me Allah të ka urdhëruar që na mu fal? Po i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot wa za'ama rasuluka anna alejna sawma shahrin fi sanatina. Ai dërguari i jot po pretendon që na duhet me agjeru një muaj brenda vitit, për muajin Ramazan. Ka thënë vërtetën i tha pejgamberi alayhis salam. Tha unshiduka billadhi arsalaka, Allahu amaraka bihadha. Po të bëj bejnë ato që të ka çu pejgamber. A për me Allahu të ka urdhëruar me çetsan? Po i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Wa za'ama rasuluka anna alejna zakatan fi amwalina. I deleguari i jot po pretendon që na kena obligim me dhënë zakat për pasurisë tonë. Ç'është?
Po të bëj bejnë ato që të ka që Allahu të ka urdhëruar me bëj qëta? Po, i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I deleguari jot po pretendon që na kena obligim me shku në haxh, në Qabe, për ato që i mundsohet rruga me shku deri atje. Çashtu është tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha po të bëj bejnë ato që të ka që pejgamber. Allahu të ka urdhëruar çështu me bëa. Po, Allahu më ka urdhëruar. Masi kryti domethënë këto pyetje për 5 shtyllat e Islamit, i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Dimam ibn Tha'laba radiyallahu ta'ala anhu, tha amantu bima ji'ta bihi wa ana rasulu man wara'i min qaumi, tha unë po i besoj këto mësime që ti i ke sjell. Tha unë jam përfaqësuesi i njerëzve që i kam lënë mbrapa, wa ana Dimam ibn Tha'labata akhu bani Sa'd ibn Bakr, fa unë jam Dimam ibn Tha'laba, vllai i Sa'd, do thot vllai i fisit Sa'd ibn Bakr. Se në fillim kur ardhi, më njëherë hynin tem, as su prezentu, as kur gjëriq, më njëherë hynin tem. Cili o Muhamedit, që ky? Ka më t'i bët dhe pyetje veç mas mazi për të malë. Hajde bon, pyetje të rënda. Në fund, kërë kuptoj t'i mirë, Hazreti tha unë po të besoj, edhe jam përfaqësuesi i popullit tem, unë jam Dimam ibn Tha'laba. Me që thot do thot, realisht do thot, gati e përmbylli, edhe jashtoj disa fjalë, tha, se u eddi hadhi l-faraida wa ajtanibu ma nahejtani anhu, thumma la azidu wa la anqus. Tha, unë kam i kry qëto dëtyra, edhe kam e u largu për që atyre që ka ndalove, e tha, as ka me shtu, as ka me lënë mangu kur gjë. Qëto 5 shtylla, qëto kam i bo. Veç 5 namazën dite kam i falë, Ramazanin kam e agjeru, zekatin kam e dhanë, musha në haqë me shkushkoj, që kaq. As ma shumë, as ma pak. Ndalese që më këthon zban me pas si bëj, veç që kaq. As ka namaz natës, as ka namaz na file, as agjerim na file, as sadakaj, kur gjojq. Veç që ta. A pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fund ju tha sahabë, tha la in sadaqa la yadkhulanna al-janna, tha nëse e man fjalën, nëse u koni sinqert, tha për me kam hyrë në xhennet. Që kaq? Po si bën harame, të ruaj për harameve. A në anën tjetër kryj çto 5 shtylla, ti je i pari shokëve. S'ke nevojë, domethënë, nëse do thotë me çto sigurohet xheneti inshallah. Prandaj do kjo ishte një myshde për gjithë muslimanët, për neve, domethënë mesin e kësaj myshde Allah na lehtëson do thotë në nshtrimin ndaj tij edhe adhurimin e tij. Kur u kthyn vendin e vet Dimami radiallahu ta'ala anhu, kishën domethënë si person euforik, edhe si kthehet në vendin e vet, më njëherë e lëshon atë farë kopreshin e devës, ai drejtohet popullit vet, si do një kishin të bu, tash afër me ngu çka po na sjell lajme. Më njëherë ju drejtu tha, bi'satil Lat wal Uzza. Po të këqishin kë Latja dhe Uzaja, ata dy idhuj. Ata i thonë, mehja Dimam, ittaqil barasa wal judhama, ittaqil junun. Dimam ka dalë, as po tutesh që të kap në farë, smuje, e zgjebës, a në farë, çmendësha, ndodh diçka, që shpeshosh Latin e Uzan. Sa ata kishin, domethënë hala bindjet në shirk. I tha wejlekum, mirë për ju, innehuma wallahi la yadurrani wa la yanfa'an. Tha pasha Allahun, tha ata as po bëjshin dobi as dëm. Lat e Uzaja. Inna Allah azza wa jall qad ba'atha rasulan wa anzala alayhi kitaban istanqadhakum bihi mimma kuntum fi. Tha dini që Allah azza wa jall e kishte një pejgamber, edhe atia kishte zbrit një libër me të cilin po don me ju shpëtu juve prej gjendjes në cilën jeni. Tha wa inni ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Tha unë po dëshmoj që nuk ka të adhuruar të denjë përveç Allahut, i cili nuk ka ortak askënd, edhe se Muhamedi është robi dhe i dërguar i tij. Wa inni qad ji'tukum min indihi bima amarakum bihi wa nahakum anhu. Tha unë kum ardh prej ti peçet njëri me urdhresat që u ka çu edhe ndalesat që Allah azza wa jalla i ka zbrit.
Edhe thot Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu, thot pashallahu, thot prej asaj dite nuk kish, do thot nuk meti njeri pa u bë musliman, as burr as gru, do në mesin e fisit ti. E thot nuk kemi dëgju ndonjëherë për ndonjë delegat ma të mirë edhe ma fisnik se Dhimam ibn Tha'laba radiallahu ta'ala anhu. Pas e ka qenë njeri fisnik, njeri i vendosur, i drejt për drejt. E ka ditë misionin e tij për çka ka shku te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe suvanu me muhabete tjera me po drejt. Ja ka bë pyetjet këto. Çto po të më ditë? Çka duhet? Çka ka mund obligim? Këto duhesh më bë. Çka duhet mund pe çka duhet mund ndalu? Pe kësaj. Kry, çka po më intereson, u çumë një herë te populli i vet, ja ka përçu mesazhin hyjnor. Pra ka qenë një shembull i mirë që sahabët ju kalon mbresa. Këto ishin disa prej ngjarjeve të vitit të 9 të Hijretit me delegacionet që ardhën te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë vit, të cilat u ban mësim për muslimanët e asaj kohe, mësim për muslimanët deri në ditën e Kiametit, dhe ne lutim Allahun azza wa jall që të na mësoj të marrim këto mësime, të praktikojmë ato në jetën tonë, e lutim atë që na udhëzojë në rrugën e drejtë të vërtetë, na largojë prej devijimit dhe të na mësojnë të hyjmë në xhenetin e tij. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa atubu ila Allah.